Aktori i njohur Rezard Veleshnja ka ndarë një video emocionale të krijuar si homazh artistik për këngëtarin Shpat Kasapi, duke shprehur mirënjohje, respekt dhe vlerësim për figurën e tij. Në videon simbolike, që përshkruan skena mbështetjeje dhe dashurie, Veleshnja ka shkruar: "Mbi 3000 njerëz për ty o vllai im Shpat, kaq zemër të mirë kishe?" Mesazhi prek ndjekësit e tij, të cilët po e ndjejnë dhimbjen dhe përshkrimin e fortë emocional. Veleshnja ka reaguar ashpër ndaj autoriteteve maqedonase, duke i akuzuar për mosrespekt dhe diskriminim pas ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi. Veleshnja, i cili ka qenë miq i afërt i artistit, është revoltuar nga fakti që shteti Maqedonas nuk shpalli ditëzie për vdekjen e Kasapit, ashtu siç kishte bërë dikur për këngëtarin Tose Proeski. Sipas Veleshnjës, kjo diferencë trajtimi tregon qartë se mungesa e nderimit vjen vetëm sepse Shpati ishte shqiptar. Një shtet që s'mundesh as shteti thuash, turp e faqja e zez, diskriminim në maksimum. Maqedonasit për Tose Proeskin e shpallën ditëzie, ndërsa për Shpat Kasapin qëndruan indiferent, vetëm sa ai është shqiptar, turp të ken, shkroi aktori.